ftesa ndasëm ose në emision e ka vendin e vetë. Edhe në këtë rast, për më dok unë me këto komplete ose për më dok ma bukur, mas pari këm respektu juve, publikun, njerëz të mi që i kam biznes, njerëz të mi që i kam vazhdimisht që komponuar me ta, unë menoj që këgja dok është insan, me thonë me një fjallë, kur te kujdesësh maksimum për vetën. Menoj që i edhe si shembull më i mirë, për shembull ngjyra e zezë po më pëlqen e të dyve, se ngjyra e zezë është gjithmonë që del bukur, edhe del shumë serioz. Domethënë nuk ka ndonjë detaj edhe nëse diçka më kish vrasë syni, domethënë e zeza është gjithmonë që çet shumë bukur. Domethënë e sheh që e kam pas tani kujdesi gjatë ditës për më dokë të bukur të ti. Sa i përket për evente, jam këgja kritikuese dhe më vjen qatë shumë interesant që shko mundësi mos me respektu personin në fjalë që ka ftu ndasëm dhe pa asnjë marrë kanë 10 fustana me veti, këngëtarja që po me knu aty gjatë dasmës dhe qatë shumë është provokative, unë nuk e di, unë dasëm tem nuk e kisha liu absolut. Sa që arin me marrë dhe vëmendjen, po besoj të qiftit edhe ke qka ashtu ndorë. Unë pëlqen nëse dasma i shbo me këtë veshjes, sinqerisht. Nuk më doket që është në rregull, ai ka pagu një dasëm me një shumë këgja të madhe dhe tjetë këngëtarja ose këngëtari, se tashmë edhe meshkujt e kanë marrat, sikur që cekë me ato qërapat e shkurta, ose me ngjyra, ose ku i diun, teshat nuk kajnë, që ka të qoftë që veshëm në ato rinë me neve, nuk është e problem.